Si u krijuan dy njerëzit e parë në dunja, Ademi a.s. dhe bashkëshortja e tij. Njeriu i parë që u krijua nga Allahu i Madhërisëm është Ademi a.s. Kur Zoti krijoi Ademin a.s. e krijoi nga dheu i tokës. Pejgamberi a.s. në një hadith thotë: Zoti e krijoi Ademin a.s. nga një grusht dheu, të cilin e mori nga e gjithë sipërfaqja e tokës. Nisur nga kjo, bijtë e Ademit a.s. morën ngjyrat e tokës. Prej tyre kishte të bardhë, të zinj, të kuq dhe të përzier, ashtu siç kishte zemërbut, të dashur, të ligë, të vështirë dhe të përzier. Sipas hadithit, larmia e ngjyrave të njerëzve e ka origjinën tek larmia e ngjyrave të tokës, nga e cila u krijua njeriu i parë. Kjo vlen edhe për natyrën dhe karakterin e secilit prej tyre. Dheu që u mor për krijimin e Ademit a.s. u lag me ujë dhe u bë baltë. Thot Zoti mbi këtë fakt: Kur Zoti yt u tha engjëjve, unë do të krijoj një njeri prej balte. Sasisë së dheut ju shtua uji, derisa balta e krijuar u bë e ngjitshme. Thot Zoti në Kur'an: Ata i kemi krijuar nga balta ngjitëse. Kur balta u bë e përshtatshme, Zoti e mori dhe i dha formë. Shtatorja prej balte u la në atë formë për një periudhë kohe, derisa u tha. Pasi u tha, trupi mori ngjyrën e baltës së zezë si ngjyra e vorbës. Në Kur'an, herë theksohet se njeriu është krijuar nga balta, herë nga balta e tharë e herë të tjera nga dheu. Në fakt, njeriu është krijuar nga të gjitha këto, por sipas një kronologjie ku zanafilla ishte dheu, balta e ngjitshme, balta e tharë. Zoti në Kur'an thot: Ne e kemi krijuar njeriun prej një balte të thatë të marrë nga balta e zezë pa formë, kurse para tij kemi krijuar xhindet nga zjarri pa tym. Pastaj thot: Ne ju krijuam e pastaj ju dham formën. Lidhur me pamjen dhe përmasat e Ademit a.s. Në një hadith të cilin e transmeton Imam Buhariu, pejgamberi a.s. thot: Zoti e krijoi Ademin a.s. 60 parakrah të gjatë, që do të thotë rreth 30 metra, që nga ajo kohë përmasat e njeriut kanë ardhur gjithmonë duke rënë. Tashmë gjithçka ishte gati, që Ademit a.s. t'i fryhej shpirti, fakt të cilin Zoti e përmend në shumë ajete të Kur'anit famëlar. Ai thotë: Kur t'i jap formën dhe t'i fryhej prej shpirtit tim, ju, o engjëj, t'i përuleni atij në sejdë. Që nga dita e parë, Zoti ja mësoi Ademit a.s. emrat e çdo sendi. Kjo është kafsh, ky është zok, ky është det, ky është mal e kështu me radhë. Këtë e përmend vet Abdullah ibn Abasi, radiallahu anhu. Ademi a.s. mësoi gjithçka që ekzistonte në qiell dhe tokë. Veç kësaj, Zoti i mësoi të gjithë zanatet e nevojshme. Ai dinte të ndesë dhe përfitoi prej zjarrit, punonte hekurin dhe drurin. Allahu i Madhërisëm thot: Allahu ja mësoi Ademit emrat e çdo gjëje, pastaj u paraqiti melekëve dhe u tha: Më tregoni emrat e tyre nëse ajo që thoni është e vërtetë. Kur Zoti e kishte deklaruar se do të krijojë një krijesë tjetër në tokë, melekët kishin thënë: Le të krijoj Zoti ynë ç'të doj, pasi çfarëdo që të krijoj nuk do të jetë më e nderuar dhe më e ditur se ne. Pasi përfundoi plotësisht krijimi i Ademit a.s. Zoti krijoi bashkëshorten e tij, Hazreti Hawa. Ajo nuk u krijua menjëherë pas Ademit a.s. Ademi jetoi një periudhë kohe krejtësisht i vetëm në xhennet, gjë e cila e bëri të ndihej i vetmuar dhe i mërzitur. Një ditë, ndërkohë që Ademi a.s. ishte duke fjetur, Zoti krijoi bashkëshorten e tij nga një brinjë e krahut të majt të Ademit. Me anë të kësaj brinje, Zoti krijoi gruan e parë, Hawa. Thot Zoti i lartësuar mbi këtë fakt: O njerëz, friksojuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij. Kur Ademit a.s. i doli gjumi, gjeti një grua pranë tij. Ai e pyeti menjëherë: Kush je ti? Ajo u përgjigj: Jam një grua. Ademi a.s. e pyeti:
Përse je krijuar? Ajo u përgjigj, që të gjesh prehje tek unë. Në shumë hadithe të sakta thuhet se gruaja e Ibrahimit a.s., Sara, ishte femra më e bukur në botë, por pas Hawas, gruas së Ademit a.s. Sipas këtyre haditheve, bashkëshortja e Ademit ka qenë femra më e bukur e krijuar ndonjëherë në tokë.